Përshëndetje të dashur miq të mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të sjellur pranë jush një analizë paksa të detajuar të ngjarjeve më të fundit që në fakt po ndodhin në ferma VIP. Situatat që kanë dalur nga ferma kanë ngritur pikpyetje të mëdha në besueshmërinë të këtij formatit. Çfarë do të ndodh sonte? Një shpjegim të mëhershëm që unë u asolla në një video të detajuar, duke e sjellur pranë jush një analizë pak më të zgjeruar se çfarë mund të ndodh sonte, ju në ca pika skenari e pat që zhaku ishte në qendër të vëmendjes. Dhe me të drejtë, me shumë të drejtë, njerëz nga publiku më kanë shkruar në Instagram duke më pyetur: Tiron, si mendon? A mendon që sonte në këtë ferm, në këtë spektakël, në këtë natë, çuditërisht mund të goditet moza? Tani, për ta bërë spektaklin më interesant edhe për të marrë vëmendje më të madhe që të ketë shikueshmëri, edhe mund të goditet moza. Por, në etik nuk ja vlen që të goditet moza. Unë mendoj që moza po merr një dashuri të jashtëzakonshme, një dashuri që nuk e ndalon dot as produksioni dhe as askush, dhe mendoj që moza duhet të duartrokitet dhe duhet të vlerësohet për lojën që është duke bërë, për sinqeritetin e saj, që do të thënë pa marrë parasysh luftës së madhe që po ndodhen në ferm, që është një luftë e paimagjinueshme. Moza është duke i mbajtur balancat, në kuptimin që do të thënë edhe ruan atë natyrën, qytetarin, njerëzillikun që ka, por edhe bën edhe lojën, por krijon dhe humorin, që është shumë e rëndësishme. Do të thënë asnjë nga banorët e tjerë, përpos që japin një depresion të tmerrshëm, përpos që japin një, do të thënë, momente shumë të rënda brenda asaj ferme, asnjëri nuk dhuron një energji të bukur, asnjëri nuk dhuron pozitivitetin ashtu siç dhuron moza. Tani, në qoftë se sonte mozën do ta gjykojnë si një personazh që mundohet të krijon nxitje, nëse mund ta quajmë ashtu, mundohet të krijon polemika, dinamika të ndryshme që të provokon banorët, unë mendoj që po të mos ishte moza aty, këto fermerët e tjerë do të ishin të gjithë në gjumë. Dhe mendoj që shkathësia e mozës, energjia që ka moza dhe pozitiviteti që ka moza, i bëri këto banor që këto të ulen edhe të mendojnë se çfarë po ndodh jashtë. Ku qëndrojmë ne, çfarë po ndodh jashtë dhe si është situata. Dhe për këtë pikë unë dua që loja dhe moza të vlerësohet ashtu siç është. A mund të goditet sonte moza për t'i dhënë fuqi zhakut, që zhakut mos njihet e thyer? Kjo është pyetja më e madhe. Ishte moza ajo që solli një histori dhe këtu do me thënë mund të komentojnë për mozën, mund të flasin për mozën, si mundet kjo grua të sjellë një histori, si mundet kjo grua të përdorën këtë histori nga jashtë, është informacion nga jashtë etj etj. Po nëse do flitet për mozën, për informacion nga jashtë, atëherë njëkohësisht duhet flitet këtu edhe për Sarën e cila hyri me informacione nga jashtë. Nuk ma merr mendja, sinqerisht nuk ma merr mendja që opinionistët do të bënin një gabim të tillë, që të godisnin mozën duke e ditur se moza çfarë ka kaluar, çfarë urrejtje, çfarë inatesh, çfarë tmerri, do të thënë që mundoheshin me mozën vetëm ta mërzisin brenda asaj ferme që mimoza të lër lojën. Unë mendoj që pa marrë parasysh se si do t'jenë qëndrimet e tyre kundër drejt mimozës edhe zhakut, sepse pres që zhakut jetë pak më e suportuar, unë mendoj që mimoza do të di me atë zgjuarsinë e saj të jep përgjigjen dhe do të di të vlerësoj veten pikë së pari, pastaj edhe lojën. Mendoj që mimoza do ta ketë pak më të vështirë rrugtimin në ferm, sepse dihet më që ajo do t'i fiton 200.000 eurot, por edhe mënyrën e përkthimit të gjës, kështu do ta themi, mënyrën e, do të thënë, të situatës që do ta bën mimoza, do të jetë në nivel, do të jetë në ndihmë të saj. Kjo është analiza ime. Mendoj që moza është aq e zgjuar sa që nuk mund ta kapin aq ngushtë opinionistët apo produksioni për t'ia ulur vlerën e saj. Ne të gjithë jemi tim moza.